Pushtimi i Ukrainës nga Rusia 4 vjet më parë shkaktoi konfliktin më të madh në Europë që nga lufta e dytë botërore, duke shkaktuar vuajtje të mëdha për civilët dhe situata të tmerrshme për ushtarët, ndërkohë që rishkruante rendin e sigurisë pas luftës së ftohtë. Nuk ka shenja se lufta do të ndalet së shpejti. SBA ka ndërmjetësuar bisedime me delegacione nga Moska dhe Kievi si pjesë e përpjekjeve njëvjeçare të administratës Trump për paqen. Por pajtimi mbi dallimet kyçe si e ardhmja e tokës ukrainase të pushtuar nga Rusia dhe siguria post-luftë për Ukrainën ka penguar progresin. Ndërkohë, mijëra trupa nga të dy vendet kanë humbur jetën në front dhe civilët ukrainas janë goditur nga sulmet ajrore ruse që kanë sjellë vite pa energji elektrike dhe ndërprerje të furnizimit me ujë. Ja një përmbledhje me numra e konfliktit që nga pushtimi i plot me 24 shkurt 2022, 1.8 milion ushtar janë vrarë, lagosur ose zhdukur nga të dyja palët, sipas një raporti nga Qendra për Studime Strategjike dhe Ndërkombëtare. Raporti vlerëson se Rusia ka pësuar 1.2 milion viktima, përfshirë deri në 325.000 vdekje ushtarësh midis shkurtit 2022 dhe dhjetorit 2025, numri më i madh i vdekjeve të ushtarëve për çdo fuqi të madhe në një konflikt që nga lufta e dytë botërore. Rusia nuk ka publikuar shifra për vdekjet në front që nga janari 2023, kur tha se më shumë se 80 ushtarë u vranë në një sulm ukrainas, duke çuar totalin e vdekjeve ushtarake të konfirmuara nga Moska në pak më shumë se 6.000. Sipas raportit, Ukraina ka pësuar 500.000 deri në 600.000 viktima ushtarësh, përfshirë deri në 140.000 vdekje. Presidenti i Ukrainas, Volodymyr Zelensky, tha më herët këtë muaj se 55.000 ushtarë ukrainas kanë vdekur në luftë. Shumë prej tyre janë të zhdukur. Ai, as Moska as Kievi nuk japin të dhëna të përkohshme për humbjet ushtarake. Verifikimi i pavalur nuk është i mundur. 14.999 vdekje civilësh në Ukrainë sipas misionit të monitorimit të drejtave të njerëzit të OKB-s që nga pushtimi i plot i Rusisë. Edhe pse thuhet se kjo shifër është më pak se sa realja. Më shumë se 4.600 civil u plagosën gjatë të njëjtës periudhë sipas raportit të dhjetorit. Lufta ka vrarë të paktën 763 fëmijë sipas OKB-s. Viti i kaluar ishte më vdekjeprurësi për civilët në Ukrainë që nga 2022. Lufta vrau 2.514 civil dhe plagosi 11.142 prej tyre, krahasuar me 2025, duke shënuar një rritje 31% të viktimave civile krahasuar me 2024. Instituti për studimin e luftës thotë se 19.4% e territorit Ukrainas është pushtuar nga Rusia. Gjatë vitit të kaluar, Rusia ka fituar vetëm 0.79% të territorit të Ukrainës në këtë luftë të zgjatur. Para pushtimit të plot, Rusia kontrollonte rreth 7% të Ukrainës, përfshirë Krimen dhe pjesë të rajoneve Donetsk dhe Luhansk në lindje, ndërsa separatistët e mbështetur nga Moska luftonin ushtrinë ukrainase, sipas zyrtarëve ukrainas dhe analistëve perëndimor. Ndihma ushtarake e huaj për Kievin ra me 13% vitin e kaluar, krahasuar me mesataren vjetore midis 2022 dhe 2024, sipas Kiel Institute të Gjermanisë. Presidenti amerikan Donald Trump ndaloi dërgimin e armëve amerikane të paguara nga SBA-t në Ukrainë pasi mori detyrën mbi një vit më parë. Shtetet evropiane, duke u përpjekur të kompensojnë diferencën, rritën ndihmën e tyre ushtarake vitin e kaluar me 67% krahasuar me periudhën 2022-2024. Ta instituti. Ndihma humanitare dhe financiare e huaj për Ukrainën ra me 5% vitin e kaluar krahasuar me mesataren e 3 viteve të mëparshme. 5.9 milion ukrainas janë larguar nga vendi i tyre. Rreth 5.3 milion prej tyre kanë gjetur shtrehim në Europë sipas një raporti të OKB-s. Gjithashtu, rreth 3.7 milion ukrainas të detyruar të largohen nga shtëpitë e tyre janë zhvendosur brenda vendit. Popullsia e Ukrainës para luftës ishte më shumë se 40 milion banor. 2881 sulme ruse kanë ndikuar në ofrimin e kujdesit mjekësor në Ukrainë që nga pushtimi i plot, sipas një raporti të hënës nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Ka pasur një rritje të gati 30% të këtyre sulmeve vitin e kaluar, krahasuar me 2024, ta agjencia e OKB-s. Një raport më herët këtë muaj nga WHO dokumentoi të paktën 2347 sulme në godinat e kujdesit shëndetësor, përveç atyre që dëmtuan automjetet dhe ruajtjen e pajisjeve mjekësore.